Rama tallet me ne tallemi me Ramën. Ne du tallemi me Ramën edhe t'i thomi po këtë e ka bërë inteligjenca artificiale. Do tallet dy fish me shoku kryeministër? Jo, s'ka problem. Po le tallet, shoku kryeministër. E pes humor me ne? Po. A e pes portalet, televizionit, portalet, banaqet, kazanët, tenxherat. Po, ku i vjen dera e zgjohet ai. Ne ti themi o shoku kryeministër. Bashkë me atë shoqen Sako e bashkë me shokun Vangjush. Kjo e inteligjencës artificiale apo e inteligjencës socialiste? Sepse Partia Socialiste ka bërë gjithë këto projekte. Partia. Për drejtësinë, për parandalimin e fatkesive natyrore. Tani të shkojmë tek Durrësi. Unë e njoh Durrësin mirë se kam drejtuar 5 vite emergjenca civile. Kur nuk ka ndodhur kjo punë që ka ndodhur në Durrës. Në Shqipëri funksionojnë 22 hidrovor. Nga Shkodra deri në Sarandë. Të gjitha qytetet bregdetare kanë nga 2? Jo nga 2, kanë më shumë se 2. Për faktin sepse ulësira perëndimore ka qenë kënet dhe janë bërë sistemi i kullimit, sistemi i bonifikimit, sistemi i kullimit dhe sistemi i hidrovorëve. Është një sistem zinxhiri që funksionon kanalet e ujrave të larta. Evadimi i thepricave të ujit drejt Bregdetit, rujtja e një sasie uji për shkak të ekosistemit. Problemi qëndron, unë mbram në një stacion televiziv thash, don't na bind qeveria që është fatkeqësi natyrore dhe nuk është pa përgjegjësi e zyrtarëve të qeverisë në vertikale, nga ministri i bujqësisë, ministri i infrastrukturës, kryeministri dhe deri ke drejtorët e bordëve të kullimit dhe kryetarët e bashkive, po. Let na japë në televizor regjistrin e kapacitetit punës hidrovoreve në datën 1, 2, 3, 4. Se i Gjumi ka thënë që po vinë reshjet. Edhe kur vinë reshjet, edhe ti raportohesh 24 orë përpara, ti du t'i vesh në kapacitete maksimaliste, ose të paktën 70%. Të gjitha pompa ndezur, të thjesht. Po, minimalisht 70%. Nëse hidrovori ka 4 pompa, 3 në punë, 1 pushim. Kur të filloj intensiteti i lartë, kjo bëhet 72 orë përpara, për të evaduar tepricën e ujit që kanë kanalet e ujrave të larta, në mënyrë që kur të vi intensiteti i reshjeve, tjetë ketë rrugë të lirë për të shkuar drejt hidrovorit dhe hidrovorit t'i evadoj drejt. Pra, nuk ka një zyrtar shteti që të dalë dhe të na japë këtë statistikë. Hidrovori i Shkodrës, 2 hidrovorët e Shkodrës, 3 hidrovorët e Shkodrës, 3 të Lezhës, 3 të Durrësit, 2 të Firit, 3 të Vlorës, Sarandës, me çfarë kapaciteti kanë punuar? Sa ujë kanë larguar në njësinë e kohës, në sekond? Cili ka qenë intensiteti i reshjeve? Sa kanë qenë prurjet? Raporti i prurjeve me evadimin? Sa e ka kapacitetin hidrovori 19 milion euro që është investuar në Durrës? Përse nuk ka punu 19 milione, nuk ka punu 0. E dinti që me 19 milion euro mund të bësh 5 hidrovorë? Përse nuk punu? Të fuqishëm. Hidrovori është një sabotim total. E para pse u prish i vjetri. Ti mund të bësh një hidrovor të ri, po të vjetrin pse nxjerr jashtë përdorimit? Pse se riparon dhe të punoj? Pse nuk e riparon dhe të punoj? Sepse hidrovorët s'ka lek. Po ka patur lek, se ka për 19 milion, unë të thash me 19 milion, me 19 milion euro do ndërtoshin 5 hidrovorë të ri. Po, kultura jonë është të vjetë. E dyta, hidrovori i ri është montuar mbi 1 metër më lartë se sa duhet niveli i montimit dhe nuk futën në punë pompat, po surrit niveli ujit deri atje ku ka shku. Duhet edhe 1 metër plus? Po, kjo është gabimi. Kjo nuk është gabim, kjo është sabotim. Personat që e kanë projektuar, personat që e kanë implementuar projektin, është një lloj si ata personat që hartuan strategjinë e trajtimit të mbetjeve me sistemin e inceneratorëve dhe që s'punuan asnjë ditë dhe shpenzuan 410 milion euro. Pra, a kemi të bëjmë thirrje për prokurorinë e përgjithshme, për SPAK-un, thirrje për prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Nëse nuk është e vërtet sabotimi në investimet në infrastrukturën kritike, hajdeni më arrestoni Shemsi për propagandë. Le se bën statistik pastaj. Po hajdeni më arrestoni Shemsi për propagandë
denigruese të qeverisë. Në të kundërtën, shkoni mora arrestoni kush është fajtori për projektimin dhe implementimin e hidrovorit, për sabotimin dhe mos hyrjen në punë, 19 milion euro dhe nuk ka hyrë në punë. Sepse hidrovorët duhet të kenë kapacitetin e thithjes së ujit dhe evadimit drejt detit në nivelin e përmbytjes, po që se ti e vendos mbi nivelin e kanalit, ai hin në punë vetëm kur ujit rritet niveli që shkojë te gryka e tubacionit. Pra, fakti që ti ke investuar kaq shumë para, dhe jo vetëm që nuk bën më punën e hidrovorit vjetër, por nuk hin në punë fare, në mënyrë kategorike nuk hin. Pra, shiko, një ndërtimi hidrocentral i hidrovorit të ri, ndërtimi hidrovorit të ri, është imponuar nga bizneset, të cilët kanë dashur të kenë përfitime territori, mos ndotje të mjedisit, mos ndotje të vendeve të punës tyre. Por këtë dakordësi e ka arritur qeveria me këto oligarkët. S'kam ne kundërshtim, nuk kam ne kundërshtim. Po si ka mundësi që Durrësi, që ka në pjesën veri perëndimore të saj, një sistem kodrinor, që përcjell disa prejnë të vegjël dhe kur mblidhen gjithë bashku krijon një sasi shumë të madhe uji. Po nuk mund t'u bësh tumbina. Ai kanali është mbyllur. Të lutem, prit të ta shpjegojmë pikpamje teknike. Ky fenomen është bërë edhe një herë, nëse ju kujtohet, në pashkuar në qaf Kashar, ku me projektin me pikturën e 2017. Me pikturën e Diramës u vendos një trafik ndarse pa ndërprerje në superstradën Tiranë-Durrës. Dhe për rrjedhoj nuk pati tumbina që të përcjellshin sasinë e rreshjeve që vinin nga kodrat e Kasharit. Kasharit të rina, si thua ty. Jo të rina, si mund tek karburant kastrati. Po. Shi çfarë kanë, ajo është pjesa më e ulët në nivel deti, pra më ulët në Tiranë, në raport me nivelin e detit, më ulët të Tiranës, që mblidhen gjithë ujrat, jo vetëm të kodrave të Kasharit, po shkojnë edhe ujrat nga Tirana, shkojnë aty, nëpërmjet kanaleve anësore të rrugës të superstradës. Dhe çfarë ndodh? Kur ti nuk ke ndërtuar, nuk ke parashikuar tumbina që të kalojnë ujit nga pjesa e sipërme në pjesën e poshtme, atëherë çfarë do ndodh? Uji do dalë, do të shpërthejë dhe u blloku autostrada. Një maskarad. Unë kam urdhëruar në atë kohë, zbashku me një ish drejtor të rrugëve, që nuk e kishim kokën në vend të mirë, kemi urdhëruar dhe kemi prishur. Unë kam marrë faturë për prishje me skavator të saj trafik ndarse. Sepse e qam në 5 vende për të shpëtuar njerëzit se ishin bllokuar me makinë. Dhe unë kam marrë faturë. E kam thënë bilën në televizion atë kohë, Shqipëria nuk ka nevojë për piktura, ka nevojë për projekte infrastrukturore funksionale, edhe në pikpamjet parandalimit përmbytjeve, edhe në pikpamjet funksionalitetit si infrastrukturë. Po. Dhe 2 muaj më vonë, mbasi ne e qam dhe u ban me rrjet. U ban me kangjella hekuri dhe me rrjet, por e bënin evadimin e ujit. Në verën e pas atij viti u bën 3 tumbina nëntoksore me kapacitete secila prej tyre 20 m3 ujë në sekond. Pa që do thotë kalonin 60 m3 ujë në sekond. Dhe nuk u përmbyt ma kurrë ai vend. E njëjta gabim po ndodh tani në autostradën që po merr miliona euro dhe nuk i kanë vendosur ato tumbinat. Vetëm një kanë vendosur. Unë i bëj thirrje, mos e bëni autostradën pa i bërë 3. Se intensiteti i rreshjeve për shkak të ngrohjes globale mundet që në një ditë të binë edhe 400 mm shi dhe atëherë nuk t'i kalon një tumbin. E njëjta gjë ka ndodhur me Durrësin. Dhe ju mund thoni që kanë mbyllur një kanal dhe kanë mbyllur edhe kanë hapur një tumbin. Jo, i nderuar. Duhet të parashikohen kapacitetit 3 deri në 4 fish kapacitetit të evadimit të ujrave, se nëse ti ke një intensitet rreshësh sot me 60 mm shi, mund të kesh një ditë tjetër me 180. Ajo është... Dhe në këtë pikpamje, të thash që në Durrës janë investuar në këto 12 vite mbi 500 milion euro për sa i përket infrastrukturës së kanaleve të
ujrave të larta, hidrovoreve, të infrastrukturës nëntoksore të kanaleve të ujrave të zeza dhe të ujrave të bardha, dhe është bërë rehabilitimi i rrugës plazhit 3 herë brenda 12 viteve qeverisje, por nuk është funksionale dhe do të përmbytet Durrësi dhe Ish-Keneta gjithmonë. Po, atëre këtu janë. Ky është kanali që është mbyllur. Po. Ky është edhe përmbytje, okay. Po. Hidrovori kryesor. Në faktikisht ky kanal nuk duhet të mbylli, ky duhet të zgjerohej. Është mbyllur nga sipër me beton. Po kjo është gabi. Është mbyllur me beton. Tash ti. Unë jam teknik. Shiko, po prandaj nuk po të marr shumë, po të bëj në heshtje zhdimat, unë do të bëj një krahasim. Amsterdami është komplet në ujë. Po. Dhe ka me 10 edhe 100 kanale, po si ka të mbyllura. I ka me ura, i ka funksionale, po nuk shkakton përmbytje, le ta bëjnë dhe këto të hapur, me ura, me mbikalime. Të filloj një model i ri i infrastrukturës së evadimit të ujrave të tepërta për shkak të intensitetit të rresheve. Në të kundërtën, unë edhe ti do t'i shikojmë bashkëqytetarët tanë të përmbytur. Mua të parin, se dhe unë Durrës jetoj. Zhlimat kërkojnë pjesë, por Prençi duke qenë se ka qenë ish drejtuesi i emergjencave civile, e një mirë këtë situatë dhe ishin të detyruar të merrnin një mendim. Po thjesht mund të them në çdo paragraf që foli parafol, si shtoj fjalën korrupsion dhe shtoj fjalën shpërdorim detyre, që qytetarët shqiptarë që ndodhen në qytetet të përmbytura të kuptojnë dhe të reflektojnë, mjaft i bëhet fresk partia ju ka tradhtuar, se në fund fare në rast se partia do ju donte, në fund fare do vendoste atë që ligje përshikon vetë emergjencën civile që nuk kupton ndonjë shpërblimin nga buxheti i shtetit ndaj dëmit që ju ka shkaktuar dhe jo justifikimi famkeq i zotit Rama duke justifikuar që në vende perëndimore ndodhin këto ngjarje. Në rast se janë edhe në vende perëndimore, aty ka një kuadër legislativ ku ndihmon qytetarët në kuptimin e sigurimit të atyre në sigurimet private vetëm, por edhe shteti është rojtar duke i mbrojtur dhe duke vajtur tek halli i tyre dhe jo duke patur zotin Rama, kryetarin e partisë tyre, duke patur turist në Paris me lekët tona dhe duke lënë në mëshirë të fatit ata të shkretë socialistë që kanë dredhur ders për të ndërtuar shpirtin e tyre, por në fund fare akoma besojnë se partia dhe Edi Rama do të çojnë në dritë, po ju ka çuar në ferr. Mirë, faleminderit Zhlima. Unë kisha dhe detyrim moral sepse logjikisht sken krimi u kam trajtuar gjithmonë çështje drejtësisë dhe çështje të kriminalitetit, por ajo që ndodhi dje në Durrës siç e përmenda në hyrje është realisht një sken krimi. Unë kam detyrim moral ndaj shqiptarëve, ndaj qytetarëve, qytetarëve të vinë në qytetin e Durrësit, aty ku unë dhe jetoj, për të shpërfaqur këtë problematik, për kuptuar që sa ndikon dora e Zotit realisht në rreshtet kur janë intensive dhe sa dëme të mëdha ka shkaktuar dora e njeriut në një qytet i cili me kanale kulluese mbi 2000 vjeçare sot rezulton i përmbytur në këtë lloj, le të themi, Andi, nëse mundem vetëm një fjali për një mesazh. Në 2015 është mbajtur kongresi botëror për mbrojtjen, nësë ndajt Japonisë për mbrojtjen e globit, nga ngroja globale. Edhe kuadri së ndaj, në thonjza, shërben si Bibël për orientimin e qeverive për të investuar në infrastrukturën kritike. Dhe çdo qeveri në glob ka detyrimet për të hartuar strategjitë e reja kombëtare për mbrojtjen nga ngroja globale, nga efektet natyrore, thjesht për mbrojtjen civile nga fenomenet e natyrës. Hartimet e planeve kombëtare, strategjia dhe planet kombëtare, planet nivel prefekture dhe nivel bashkish. Shqipëria është më e vonuara. Edhe strategjinë e ka në fazën e konsultimit me publikun. Që nga 2015? Që nga 2015. Edhe këto e ka bërë me insistimin e Bankës Botërore, ekspertët e Bankës Botërore. Problemi qëndron që ne nuk kemi vetëm këto fatkeqësi. Raportet e përvitshme të Universitetit të Bonit të Kombeve të Bashkuara e paralajmërojnë Evropën për një krizë në ardhje rreth viteve 2030-2050 për krizën e ujit të pishëm. Për shkak të tërheqjes së ujrave të ëmbla, sepse toka funksionon si një sfungjer. Okej. Por
A ka menduar qeveria shqiptare të fillojë të investojë në infrastrukturën kritike për të parandaluar këto fenomenet natyrës, por edhe nesër mos pasjen e ujit pishëm? Nuk e dim. Vetëm për tu parë, Shemsi Preshi, faleminderit shumë për të gjithë ekspertizën teknike për ta shpjeguar atë se çfarë ka ndodhur. Ne ndalemi tek SPAK-u i vitit 2026, ç'është ky SPAK i këtij viti dhe çfarë do të ndodhë në raport me le të themi politikën, kryesisht por edhe krimin organizuar, por që këto do ta diskutojmë në pjesën e tretë. Të lutem regjia siglën dhe rikthehemi për diskutim. E nis të bisedë me avokat Gülsen Zhliman. Zhlima, çfarë është për ju ky SPAK me një drejtues të ri, Klodian Braun, dhe SPAK-u 2026-s? Shikon, le të themi, një fluks hetimesh, shikon goditje të niveleve të rëndësishme të zyrtarëve dhe politikanëve? Drejtuesi i ri i prokurorisë nuk është vetë tjetër një drejtues i cili vjen nga kolegët e tij, nga linja e tij e mëparshme që zoti Dumani, zoti Kraj dhe të tjerë prokurorë që janë pranë prokurorisë së posaçme. Ky individ që ju po shikoni në ekranet tuaja është një individ i cili për mendimin tim nuk ka qenë një prokuror i cili ka pas një gatishmëri ose më mirë një provoj apo një pasuri të madhe në aspektin e të arrestuarve dhe në atë që themi gjithmonë goditjes në kohë reale të krimit organizuar dhe korrupsionit. Ka qenë një prokuror i cili ka pas një rol jo shumë aktiv, po normal. Por ajo që unë kuptoj nga ju është pyetja a do të ketë ky guximin të kënaq opinionin publik me arrestime të mundshme në politikën qendrore. Po them të kënaq opinionin publikun e kam pyetje ndryshe. Tu tani vim edhe japim përgjigje. Sigurisht që dhe zoti Brau do të jetë në të njëjtën linjë me zotin Dumani, sepse zoti Dumani në atë detyrën që pati ishte mbushi ato buzin me të gjithë opozitarët, por dhe të gjithë kundërshtarët brenda Partisë Socialiste të zotit Rama. Premshi sot ma ndiqti Zhlimën për debat sepse unë kam ezauruar. Debatin për SPAK-un. Përket zotit Brau, zoti Brau do bëj diçka ndryshe për shkak se e mbushi ato buzin me opozitarët, e mbushi, nuk ka çat mbushi më. Ajo që qenë opozitar Ilir Beqan, qenë opozitar Erion Veliaj, qenë opozitar Arben Ametajn, qenë opozitar Alqi Bakon. Të kapim me radhën, sterilizimi është politike e zotit Rama. Zotit Veliaj është incenatori, Deledi Rama aty. Kush ishte ai tjetri atje? Alqi Bako, Arben Ametajn. Deledi Rama aty. Tani, një sekond tani. Do të kemi parasysh diçka. Tek rasti zotit Brau, ai ka marrë një rol tani do thoya më shumë të rrezikshëm se sa do zoti Dumani. Pse çfarë bën më të rrezikshëm? Do të mbushi ato buzin me banda kriminale, organizata kriminale, kartele dhe brenda këtyre karteleve që të kënaqet tani opinioni publik. Do kemi në pjesën e tretë të diskutimit të gjëra. Duhet të dalin politikan. Tani politikan nga opozita, të jem realist, nuk dali, se asnjë bandit nuk jam edhe i sigurt që nuk shkon nga opozita të kërkojnë ai gjë sepse opozita e vetëm pushtet që ka është fjala. Tani shkon tek pushteti gjithmonë. Tani aty do jeti zoti Brau që brenda 2026 deri në mbarim të mandatit të 2028 të çojë në të vërtet përpara drejtësisë dhe jo për statistika njerëz që duhet patjetër të ndëshkohen nga një drejtësi e pavarur dhe e paanshme, po jo nga njerëz të cilët duhet të futen dhe të procedojnë për shkak se duhet të plotësojmë statistikën dhe raportin në parlament për 2027-ën, për 2026-ën në vazhdim. Prandaj duhet të mbajmë një qendrim dhe të themi, çfarë linja e zotit Tumani në vijim të linjës së zotit Brau duhet dihet që është mbushja autobusi, nuk është asgjë më shumë. Pse them këtë gjë? Sepse pikrisht zoti Brau nuk mund të shkelmoj atë çfarë ka bërë zoti Dumani dhe as zoti Dumani nuk shkelmoi atë çfarë kishte bërë zoti Kraja. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që këtu kemi diçka më të rrezikshme se sa janë arrestimet. Kush është? Çfarë është ajo? Mbaro mandatit i zotërisë. Ky zotëri në 2029 do është pensionist. Zotëri në fillim 2026-s. Më fal. Jemi 2026-ën. 3 vite. Po ikën pastaj. Ikën ky, shkon pension. Mos m'dil këtë zoti Dumani 2028. Ju mendoni se do ketë dikush guximin nga këta të godasë krimin organizuar pa marrë garanci për jetën e tyre dhe të familjarëve të tyre? Çfarë janë këta? Zoti janë këta, nuk janë njerëz këta, nuk jetojnë në Shqipëri.
Po e ka marrë përsipër. Po çka ka marrë përsipër? Po të fut njerëz në burg pa prova, jam dakord unë atë po, jam dakord. Fusim në burg akoma edhe ajrin edhe pemët edhe lumejt dhe çfarë të duash ti? Si bëri ky? Ky çfarë bëri? Ky futi të gjithë opozitarët në burg, futi të gjithë ata të cilët quhet sikur Kë opozitar. Berishën, Metën, Ametajin, të gjithë këta të cilët